Komuna e Mitrovicës së Veriut ka filluar një fushatë të largimit nga puna të personelit shqiptar në administratën komunale. Me instalimin e pushtetit në këtë komunë, lista serbe ka filluar qërimin e hesapeve me zyrtarë shqiptar që janë punësuar në vitin e kaluar përmes një procesi publik dhe transparent. Gazeta Nacionale ka siguruar 3 vendime të kryetarit të Mitrovicës së Veriut, Milan Radojević, për largimin nga punat e 3 shqiptarëve. Këto vendime po konsiderohen të palegjshme, meqense zyrtarët në fjalë ishin të punësuar në zyrën për komunitet dhe kthim sipas procedurave ligjore. Dënsa ata janë punësuar për një proces të rregullt në arsyetimin e vendimit, pretendohet se në procesin e rekryetimit të zyrtarëve në fjalë nuk janë respektuar procedurat ligjore. Në vendimin për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës për zyrtarin me inicialet TK, thuhet se me punësimin e tij është të cënuar përbërja e zyrës. Bazuar në vendimin e Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut, kjo është përcaktuar qartë se kjo zyrë përbën nga 7 zyrtarë, prej të cilëve 3 nga komuniteti shqiptar, 2 nga komuniteti bosnjak, 1 nga komuniteti turk dhe 1 nga komuniteti serb, si edhe përgjegjësi zyre duhet të jetë nga komuniteti shqiptar. Pra në rastin konkret është konstatuar palegjshmëria e aktit të emërimit për nënpunësit civil, thuhet në arsyetimin e vendimit. Të njëjtin arsyetim janë përmendur edhe në vendimet për ndërprerjen e marrëdhënies së punës për 2 zyrtarë tjerë, të cilët kanë inicialet AS dhe RU. Këto vendime po konsiderohen të palegjshëm dhe diskriminuese. Avukati i zyrtarëve të shkarkuar, Alban Krasniqi, ka thënë për Gazetën Nacionale se personat në fjalë janë larguar nga puna pa asnjë arsyetim të individualizuar ligjor. Burimet brenda kësaj komune i kanë thënë gazetës se priten edhe largime tjera. Komuna e Mitrovicës së Veriut për më shumë se 2 vite është udhëhequr nga ish kryetari Erden Ateq, i cili përfaqësonte lëvizjen vetëvendosje.